Vllaznia Beslidhja ka qenë kryendeshja javës së 8 të Superligës së basketbollit për meshkuj, përballë Kuçevlue vendas e drejtuar nga Eni Llazani, vinte kryesuesja dhe kampionja në fuqi me një tjetër Shkodran në kryesja Afrim Bilalin, një ndeshje e cila u prit me interes nga ana e opinionit sportiv dhe për faktin se me rivalitetin që Vllaznia shfaqi në ndeshjen e Superkupës, parashikoi që edhe në këtë përballje rivaliteti dhe spektakli të ishte i pranishëm, por në tapet nuk ndolli kështu sepse sfida e luajtur në pallatin e sportit Qazim Dervishi, Beslidhja ishte dominuese. Ai u paqë në aksionin e parë dhe vijoi në të 4 periodat, të gjitha të fituara nga ana e tyre. 6-18 perioda e parë për Beslidhje, 11-24 e dyta, 12-22 e treta dhe 18-30 e katërta, duke mbyllur me fitoren e thellë 47-97. 50 pikë diferencë. Një ditë jo për vllaznin e konsideroi zëvendës trajneri Kuçevlu Roni Xheçaj, por ndërkohë ka reaguar dhe për gjykimin e ndeshjes. Ndërsa nga ana tjetër trajneri Beslidhjes Afrim Bilali shpreh i kënaqur për paraqitjen e skuadrës së tij. Ishte një ditë jo për ekipin tonë, në që fillu me lojën në mënyrën më të keqe të mundshme, edhe mendoj që nuk arrit me kurrë më fut në ndeshjen tonë. Normalisht na prit me një ndeshje komplet tjetër nga lojtarët tonë, po nganjëherë loja nuk shkon ashtu siç mendon. Përgëzimi i ekipit të Beslidhjes, pavarësisht se në kampin tonë duhet analizojmë pjesën e humbjes së ndeshjes edhe mënyrën e keqe të lojës që zhvilluam ditën e sotme, por do të theksoj edhe mënyrën jo të drejtë të arbitrimit për të disa herë ndaj ekipit tonë, edhe me një shpërfillësi nga tërheqja e arbitrave, disa teknik, disa faula të padhëna, faula shumë thjeshta dhënë nga për ekipin e Beslidhjes. Mendoj që Beslidhja nuk ka nevojë për mbështetje. Është fort vetë, edhe mendoj që duhet t'ia lajmë fushës lojës zhvillimin e ndeshjeve. Gjatë gjithë javës kemi marrë masa kundra lojës së Vllaznisë, duke parë edhe lojtarët cilësor që ka Vllaznia. Mendoj që taktikisht e kemi zgjidhur lojën shumë mirë, duke bërë që lojtarët e tyre më të mirë, domethënë mos kenë atë lloj efikasiteti që kanë pasur në ndeshje të tjera. Kuptohet që edhe Beslidhja, pra lojtarët tonë zgjidhen lojën, pra ju përgjigjen asaj çfarë na kemi bërë së viti dhe atë çfarë kemi bërë së viti sot e treguan në lojë. Dhe siç e patë edhe vetë kontrolluam lojën nga sekundi i parë deri në sekondën e fundit. Me këtë rezultat nuk e priça një Vllazni më të fortë, por që mendoj thjesht ajo çfarë kemi bërë gjatë së vitit sot u reflektua 100% dhe jam shumë i kënaqur me djem dhe gjej rastin të falenderoj domethënë për atë lojë që bën sot.